Presidenti i Shqipërisë, Bamir Topi, pritet të mbajë pas disa orësh fjalimin e tij para Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Dje zoti Topi ishte për vizitë në Michigan, ku vizitoi dy institucione të rëndësishme të kulturës së diasporës shqiptare, Qendrën Islamike Shqiptare dhe Kishën Katolike Shqiptare të Shëmpalit. Kolegu ynë Astrid Lulushi ishte në Detroit dhe përgatiti reportazhin. Shteti i Michiganit i ofroi presidentit Bamir Topi nderimet e larta. Qyteti Harper Woods i dorëzoi atij çështjen e qytetit. Guvernatori i shtetit Michiganit dërgoi mesazh mirëseardhje që u përcolli nga kryetari i bashkisë së qytetit Rochester Hills. Ndërsa antari i Kongresit Amerikan, përfaqësuesi i shtetit të Michiganit, e falenderoi presidentin Topi personalisht për këtë vizitë. Ndalesën e parë, presidenti Bamir Topi e bëri në Qendrën Islame Shqiptare në Harper Woods, afër Detroitit. Imami i kësaj qendre, Shuaib Guri, e nderoi presidentin Topi me çmimin e jashtëzakonshëm Vebi Ismaili. Kam nderin dhe kënaqësinë që t'ju njoftoj se personaliteti i parë që do të marrë këtë çmim është presidenti i Republikës së Shqipërisë, shkencësia e tij Bamir Topi. Pastaj, presidenti Topi vizitoi Kishën e Shëmpalit në qytetin fqinj Rochester Hills. Presidenti Topi vendosi kuror me lule para përmendores e humanistës Nën Terezë dhe një kuror pranë shtatorës së heroit kombëtar Skënderbeu, po në oborrin e Kishës Shëmpalit. Mesazhet që presidenti Topi ritheksoi si për komunitetin shqiptar, musliman dhe katolik të Michiganit, përmbanin thirrje për mospërçarje. Bashkimi, tha presidenti Topi, pasqyrohet së pari në marrëdhëniet ndërfetare për të cilat shqiptarët krenoren para çdo kombi të qytetëruar. Jam ndjerë dhe vazhdojnë të ndjerë me një krenari të jashtëzakonshme në fjalimet e mia para partnerëve ndërkombëtar, kur i them që standardi i parë dhe më i arrirë që ka populli shqiptar është standardi i harmonisë fetare. Presidenti Bamir Topi tha se Shqipëria gjithashtu krenohet me diasporën e Amerikës. Kjo diasporë, tha ai, shërbeu në kohë të vështira dhe shërben edhe sot si urë për marrëdhëniet me mikun më të mirë, Amerikën. Gjithçka që është arritur, në radhë parë i dedikohet shpirtit të vetmohimit, sakrificave të jashtëzakonshme, asaj sakrifice gjenetike që ka qenë e mbrojtur tek çdo shqiptar, pavarësisht ku ka jetuar. Në ato arritje të jashtëzakonshme të paimagjinueshme në vitet e para. Qoftë për sa i përket Shqipërisë, futjes së saj në NATO, por qoftë për sa i përket fitimit të pavarësisë dhe krijimit të shtetit të ri të Kosovës. Pa kontributin e drejt për drejt të administratës së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kjo e bën diasporën shembullin e shpresës dhe integrimit të gjithë shqiptarëve në Bashkimin Evropian, tha presidenti Bamir Topi. Pjesëtarët e Kishës së Shëmpalit vinë kryesisht nga rrethet të marrësisë, një çështje që Doma Tokqira u ndal në fjalën e tij. Ai theksoi mos respektimin e të drejtave të shqiptarëve në martëzi. Zoti President, ardha juaj në Kishën Shëmpalit në këtë qendër të shqiptarëve të cilët u larguan nga trojet tona, jo nga dëshira, por nga dhuna. Në pritjen tuaj, në hymjet Kishës, u thash buke kryp e zemrën se përmenda, se zemrat i kemi lanë, vendet ka kemi ardhë, u kemi lindë. Nga mos respekti i të drejtave, lirive të njeriut, nga veprimet njerëzore, barbare, të kryer nga Malizi, nga ish Jugoslavia, si dhe nga ish regjimi komunist në Shqipëri. Si në Qendrën Islame, edhe në Kishën Katolike, presidenti i Shqipërisë e quajti nder të madh që shqiptarët kanë mik Shtetet e Bashkuara. Dhe për këtë, tha ai, mirënjohjet e konsiderueshme meriton ura midis dy kombeve e ngritur nga shqiptarët e Amerikës. Mbasi jemi lodhur me fjalime, mbetemi me kaq. Presidenti është i lodhur. Jo, s'jam i lodhur. Astrid Lulushi, Zëri i Amerikës, Michigan.